Ky ndryshim tek dhëmbët është një ndër simptomat e diabetit, drejtohuni menjëherë tek mjeku. Sipas hulumtimeve të fundit, rreth gjysma e pacientëve me diabet do të përjetojnë osteoporozë dhe shpesh do të ndodhë me ndryshime të dukshme në dhëmb. Ndërperja e metabolizmit të kockave është e zakonshme tek njerëzit me diabet, kështu që do të prek rreth 50% pacientëve dhe një studim i vitit të kaluar tregoi se një numër i madh i pacientëve me diabet kanë përjetuar humbje të dhëmbëve. Ekspertët që kanë kryer hulumtime të publikuara së fundmi paralajmërojnë se ndërsa kocka rreth dhëmbëve gërryhet, dhëmbët mund të lirohen apo edhe të bien, të gjitha si pasojë e diabetit. Simptomat që mund të shfaqen ende janë ndjeshmëria e dhëmbëve dhe kockave dhe ka një shans më të madh për një frakturë dhe ekspertët besojnë se kjo është arsyeja kryesore e humbjes së dhëmbëve tek të rriturit. Njerëzit që kanë diabet duhet të kenë kujdes edhe për ndryshimet të tjera në zgavrën e gojës që lidhen me këtë gjendje, veçanërisht periodontiti ose mishrat e sëmurë të cilët do të kontribuojnë në humbjen e dhëmbëve. Studimet epidemiologjike kanë konfirmuar se diabeti është shpesh shkaku i periodontitit dhe konsiderohet ndërlikimi i gjashtë më i zakonshëm i diabetit. Autorët e studimit theksojnë se në krahasim me njerëzit me nivel normal të sheqerit në gjak, njerëzit me diabet mund të zhvillojnë një formë më të rëndë të periodontitit dhe gjendja zhvillohet shpejt. Nëse mendoni se ndryshimet që po vini re kanë të bëjnë me diabetin, këshilla është që menjëherë të shkoni tek mjeku. Nëse zbuloni diabetin herët dhe trajtoni atë siç duhet, mund të parandaloni ose vononi fillimin e komplikimeve kronike.